Përshëndetje, Sara, mirë se erdhe në emisionin tonë të mëngjesit të 9:11. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Mirë, Sara, ne do flasim sot për një fushë shumë interesante për logopedin. Na trego diç për logopedin, se çka studion dhe me cilat problematika merret kështu në tërësi. Logopedia është shkencë terapeutike shëndetësore e cila merret me studimin, vlerësimin, diagnostifikimin dhe trajtimin e çrregullimeve të komunikimit, të gjuhës, të folurit, të gëlltitjes dhe të zërit. Pra, logopedia si shkencë studion çrregullimet e komunikimit dhe të gjuhës në tërësi, mekanizmat sociologjik, psikologjik dhe neurologjik të komunikimit, zhvillimit normal të komunikimit dhe të folurit dhe metodat terapeutike logopedike. Qëllimi ynë si logoped, nuk është vetëm korrigjimi i të folurit, por është edhe përmirësimi i komunikimit në tërësi dhe që të mundsohet një jetë dhe një integrim sa më i lirë i integrimit të atij individi në shoqëri. Po, çka në kuptojmë me të folur dhe cili është roli i prindërve në zhvillimin e të folurit, pasi përmendim pak më parë? Pra, të folurit paraqet shprehjen e mendimeve, ndjenjave, emocioneve përmes tingujve, fjaleve, fjalive, përmes organeve të folurit dhe normal funksionimit normal të zhvillimit të trurit. Pra, familja ka një rol kyç të zhvillimit të folurit të fëmijët dhe jo vetëm, por edhe zhvillimit të personalitetit, të zhvillimit emocional dhe psikologjik të atij fëmije. Pra, nëna është një ndër faktorët kryesor të formimit të urave komunikuese dhe emocionale. Pra, nëna, nëpërmjet komunikimit të përditshëm, nëpërmjet kontaktit sy me sy, nëpërmjet fjalorit të pastërt dhe përsëritjet të fjaleve, të lojës, ajo mundson, emitimin e fjaleve që fëmia e zhvillon aftësitë e tij të komunikimit në zhvillimin e mëtejshëm të tij. Pra, gjithë familja duhet të ofrojnë një ambient të ngrohtë, emocional dhe pozitiv, që ai fëmijë nesër nga një qenie emocionale të shndrohet nga një qenie sociale apo shoqërore. Po, cilat parametra duhet të ndiqen në sjelljen e fëmijës që lidhen direkt me zhvillimin e gjuhës tek ata? Ka shumë parametra që janë me rëndësi, mirë po ne do t'i cekim disa nga ato. Pra, një ndër më të rëndësishëm është komunikimi dhe kontakti i fëmijës, se si fëmiu e ndan kontaktin me të tjerat. Pra, kemi komunikim verbal apo jo verbal. Nëse është jo verbal, atëherë me çka? Me anë të mimikës, me anë të qarave, me anë të gjesteve, apo edhe me anë të fytyrës, shprehjeve të fytyrës. Kurse një parametër tjetër që është shumë rëndësi është edhe sjellja e fëmijës. Pra, kemi sjellje të pjekur apo të papjekur. Ajo sjellje a përputhet me moshën kronologjike të atij fëmiu. Kemi një fëmijë, është shumë rëndësi të dihet nëse fëmiu është i tërhequr, është hiperaktiv, pra është i organizuar. Parametër tjetër kemi edhe vëmendjen. Pra, kemi vëmendje të mjaftueshme apo të pamjaftueshme. Kemi vëmendje sipërfaqësore, kemi vëmendje të dobët ose mirë të organizuar. Pra, parametër tjetër të faktorët kyç të zhvillimit të fëmijës është edhe gjuha receptive. Nga cilat faktorë varet zhvillimi i gjuhës tek fëmijët? Kemi 3 faktorë të rëndësishëm nga të cilat varet zhvillimi i gjuhës tek fëmijët. Pra, janë faktorët biologjik, janë faktorët social dhe kognitiv. Pra, te faktorët biologjik duhet të kemi një koncentrim të mirë të fëmijës. Duhet patjetër të kemi një faktor gjenetik bazë të shëndosh.
Pra, duhet të kemi patjetër një koeficient të inteligjencës në baza normale. Duhet të kemi patjetër gjithashtu edhe zhvillimin e motorikës orale, pra aftësitë e fëmijës gjuhësore. Te faktorët social, pra është ndërveprimi, ku edhe më parë e cekëm që familja është faktori kyç ku ndihmon në zhvillimin e aftësive gjuhësore të këtij fëmijës, dhe faktori kognitiv i cili përcaktohet nëpërmjet të lojës. Domethënë shumë është me rëndësi të dihet se si luan një fëmijë. Kemi përdorim funksional të objektit, kemi lojë simbolike apo kemi lojë imagjinative dhe kreative. Pra, është me rëndësi të dihet që nëse një fëmijë ka lojë të organizuar ose jo, luan vetë apo kyçet me fëmijë me të tjerët. Kur është faza intensive e zhvillimit të gjuhës tek fëmijët? Faza intensive e zhvillimit të gjuhës tek fëmijët është deri në moshën 3 vjeçare dhe gjithashtu quhet edhe si themeli i zhvillimit gjuhësor tek fëmijët. Pra, këtu kemi një zmadhim dhe zhvillim intensiv edhe të trurit dhe të qendrave për kuptim dhe zhvillim të folurit dhe gjuhës. Po, si ndikon teknologjia, tani kjo teknologjia moderne të thuhet në zhvillimin e të folurit tek këta? Teknologjia moderne asnjëherë nuk mund t'i zaventson prindrit. Pra, prindrit, siç tham edhe më parë, janë institucioni primar i fëmijës dhe ata duhet të vendosin një limit për fëmijët e tyre se sa është koha e përcaktuar se sa duhet të qëndrojnë ata para ekraneve. Pra, vitet e para të jetës, fëmiu merr informacione nëpërmjet stimujve sensomotorik. Pra, nëpërmjet prekjes, nëpërmjet të zërit, nëpërmjet të formave, figurave dhe prindrit gjithashtu këtu prap duhet të përmendim prindrit sepse janë shumë element kryesor i ndërveprimit të fëmijëve. Pra, bota virtuale nuk jep ato stimuj natyral siç jep prindi. Pra, në botën virtuale fëmiu gjendet nuk është i përgatitur për atë botë në të cilën gjendet dhe ja jep ajo bota virtuale. Po, kur është koha e duhur që të kërkohet ndihmë nga logopedi? Koha e duhur që të kërkohet ndihmë nga logopedi është kur kemi në një vonesë të thjeshtë gjuhësore, pra fëmia flet pak ose vonë. Kemi dislalja apo çrregullime të artikulimit të një ose më shumë tingujve, tek belbëzimi apo balbuticio. Pra, mundet patjetër duhet të cekim këtu edhe disleksia dhe disgrafia, vështirësitë në shkrim dhe në lexim. Pra, kur fëmiu apo i rrituri ka të folur, mirëpo si pasojë një faktori të jashtëm, ajo e folur ndërpritet pjesërisht ose totalisht. Pra, gjithashtu duhet të ndërhyjmë edhe në humbjen të diagnoza e humbjes të pjesërishtme apo totale të zërit, që quhet disfonia apo afonia dhe të problematikat e gëlltitjes apo disfagia. Vlen të ceket se për logoped ka nevojë edhe çrregullimi i komunikimit tek fëmijët që janë në spektër të autizmit dhe tek fëmijët me sindrome të ndryshme, siç është edhe sindromi Down. Sara, të faleminderit shumë që dhe këto këshilla të mrekullueshme për të gjithë shikuesit tanë të televizionit Aristat. Të urojmë suksese dhe punë të mbarë dhe suksese të mëdhetshme në këtë fushë, pasi që vërtet është një fushë shumë e shenjtë. Faleminderit edhe juve për intervistën dhe gjithatë e mirat.